Ka 7 gjëra që duhet t'i mbash private. Mos i ndaj me askën. As me mikun më të mirë, as me partneren, as me familjen. Stoicizmi na mëson të mbajmë shumicën e gjërave për vete. Sepse sa më shumë zbulon, aq më i lehtë bëhesh për t'u goditur. Niccolò Machiavelli na paralajmëroi, të gjithë shohin çfarë dukesh. Pak e përjetojnë çfarë je në të vërtetë. Kjo nuk është thjesht një thënie. Është paralajmërim. Machiavelli nuk e tha fjalë për fjalë kështu, por ai e jetoi këtë. Dhe te princi, ai e bëri shumë të qartë një gjë, nëse do të ruash kontrollin, mos zbulo asgjë. Sa më shumë flet, aq më i thyeshëm bëhesh. Njerëzit të buzëqeshin në fytyrë, por pas asaj buzëqeshjeje, ata po mbledhin informacion. Dhe nëse u jep copën e gabuar të informacionit, sidomos të fundit, ata mund ta përdorin kundër teje më vonë. Sot do të tregoj 7 gjëra që nuk duhet t'ia zbulosh askujt. Duken të pafajshme, por të ekspozojnë. Të bëjnë të manipulueshëm. Prandaj dëgjo me kujdes. Kjo mund të shpëtojë reputacionin, ndoshta edhe jetën. E para, lëvizja jote e radhës. Ti u tregon njerëzve qëllimet, strategjitë, vizionin tënd, duke menduar se do të mbështesin. Por në heshtje, ata fillojnë ta gërryejnë. Shtiren sikur u intereson, por në të vërtetë po minojnë vrullin tënd. Të vënë në dyshim. Jo sepse kujdesen, por sepse kanë frikë nga ajo që mund të bëhesh. Plani yt nuk është i sigurt në kokën e njerëzve të tjerë. Është i sigurt vetëm kur është realizuar. Ja e vërteta, njerëzit në heshtje nuk duan të ngrihesh mbi ta. Mist kthehen në kritik kur ambicia jote bëhet më e madhe se e tyreja. Dhe nëse lëvizja jote e ardhshme kërcënon rehatin e tyre, ata do ta sabotojnë me buzëqeshje. Shtiren mbështetës, por janë në pritje. Lëri të presin për gjithmonë. Fuqia lëviz në heshtje. Nuk ke nevojë për miratim. Ke nevojë për rezultate. Nëse e shohin lëvizjen para se ta bësh, do ta bllokojnë. Nëse e shohin pasi është bërë, do ta kenë frikë. Dhe nëse dështon pasi je mburur, tani u ke dhënë diçka edhe më të fortë, prova për të tatuar. Mos ua jep këtë kënaqësi. Lëviz në heshtje. Lëri rezultatet të flasin. Sa po zbulon lëvizjen tënde të radhës, ekspozon ambicien. Dhe ambicia shkakton 2 reagime. Njerëzit e pasigurt përpiqen ta ulin, njerëzit konkurrues përpiqen ta sabotojnë. Prandaj burrat e zgjuar lëvizin në heshtje. Ata flasin me veprime. Nuk i shpjegojnë ëndrat. I dorëzojnë. Një shembull i thjesht, i thua një miku që po hap një biznes. Ai të thot, a je i sigurt që është ide e mirë tani? Është shumë rrezik. Do ta lësh punën e sigurt për këtë? Ndalu pak. Apo shqetësoj vërtet për ty, apo kishte frikë se mos qirohesh. Njerëzit hedhin dyshim të veshur si këshill. Përdorin versionin tënd të vjetër për të ndalur versionin tënd të ardhshëm. Ti nuk je pipi për këtë. Ti s'ke qenë kuvi mirë në këtë. Nuk e ke bërë kurrë më parë. Po ta them troq, nuk i detyrohesh askujt shpjegim. Nuk ke nevojë për leje për të rritur. Nuk ke nevojë për miratim për të vepruar. Machiavelli shkroi, është kënaqësi e 2 fish të mashtrosh mashtruesin. Kjo nuk do të thotë të jesh i pandershëm. Do të thotë të luash lojën, por të jesh 2 hapa përpara. Lëri të mendojnë se e din çfarë po bën, ndërsa ti ekzekuton të vërtetën në heshtje. Sepse kur e din lëvizjen tënde, mund ta bllokojnë, mund ta vonojnë, mund ta vjedhin ose mund të mbjellin dyshim para se të nisësh. Mendo për njerëzit më të fuqishëm në histori. Ata nuk i shpallën lëvizjet e radhës. Nuk i transmetuan qëllimet. Ata vepruan dhe pastaj e lanë botën të reagonte. Jules Cezari nuk publikoi plan para se të kalonte Rubikonin. Aleksandri nuk njoftoi fushata. Machiavelli nuk kërkoi mendime para se të manovronte shtetin. Bota e sotme të mashtron duke të thënë se duhet të ndash gjithçka. Se transparenca është forcë. Nuk është. Heshtja është forcë. Një skenar i thjesht, i thua familjes që po e lë punën për të ndërtuar diçka tënde. Ata panikosen. Të hedhin statistika. 90% e bizneseve dështojnë. Mos rreziko stabilitetin. Ke fatura për të paguar. Papritur ndihesh i vogël. Dyshon.
e shtyn veprimin. Jo sepse plani ishte i gabuar, por sepse frika e tyre u bë bara jote. Tani ndrysho skenarin. Ti largohesh në heshtje. Ndërton në heshtje. Dhe kur gjithçka është bërë, ata shohin rezultatin. Kështu fitohet respekti. Nuk kërkohet. Imponohet nga ajo që realizon, jo nga ajo që shpjegon. Njerëzit respektojnë produktin e përfunduar.